Shikues të dashur të RTI-s, jemi prap në Istog, jemi prap të Kaltrina, sepse kemi pasur shumë kërkesa për recetat e sheshme dhe unike të Kaltrines. E faleminderit nga Kaltrina, ajo ka vendosur prap që më nda me neve një recet tjetër, e cila është pashtu shumë e kërkuar dhe shumë e sheshme. Kaltrina, qysh je? Mirë, faleminderit, mirë se erdhë përsëri. Faleminderit shumë, faleminderit që sot të bëhet ti e mësu mi përgjigj kërkesave, se Istogu e njeh Kaltrinën, ky vend e njeh Kaltrinën, po faleminderit që jo vetëm për Istogun, po kushdo dhe jashtë Istogut që kërkon diçka nga ti je në dispozicion. E kësaj radhe në dispozicion për më na i tregu recetat e veçanta që ti din mi përgatit. Po, patjetër, me kënaqësi, edhe çdo herë që kam kërkesë nga jo, jeni të mirë se ardhur. Sa e mirë. Çka po do më na ofru sot për recetave? Sot kemi vendos me qit një tiramisu, edhe ato dojmë me kombinu pak me fruta, mi bo pak ma të veçanta prej tjerve, ta shojmë procedurën. Unë tiramisun, jo mënu shpesh me gjetë recetat e sajna, e kur që kom pregadit, e sot du me po kështu live që është pregaditet e tiramisuja, e ndoshta ja marrë dorën edhe di me pregadit edhe one. Kur t'ma të regon Kaltrina, besoj që kom mësu. Hajde, po fillojmë. Po, fillojmë. Pra, veç e kemi vendos mascarponën, ku fillimisht e përzim pak. Pak përbërësish na duhet për tiramisun? Zakonisht na dohen këto kremat e pasticqerisë që janë zakonshme, po janë edhe do sekrete që na i vendosim. Mas kremës që e vendosim edhe mas mascarponës, kemi me vendos edhe këtë jogurtin, që është ekstra për tiramisu, e bën shumë më të veçantë. Pro, gatimet e tua pas kanë sekrete që janë ka të veçanta, a? Po, patjetër. Këto është edhe qelfi i suksesit. Pra veç që vendosim edhe këtë bazë me shije jogurti. Çfarë bazë është ajo? Vendosit edhe për akullore, po është një produkt shumë i shtrejt. Edhe aromën e pas ka tamam si jogurt. Po. Është një produkt shumë i shtrejt, po që ja vlen me përdor, edhe përdorim në recetat tona. Edhe besoj që shijen kime vrejt edhe veç që është ma e veçantë në fond kur ta provojmë. Pra kremit e tiramisus, po i shton edhe? Po i shtojmë edhe pak hopëll. Edhe për shije, po... Edhe me shtu masën, apo? Edhe me shtu masën. Po normal që edhe për shije, po edhe me bo pak ma të but kremen, në mënyrë që dojmë me bo pak ma dekorative tiramisun. Biskotat e tiramisus gjithmonë janë qëtu, apo? Po. Gjithmonë janë këto, që tash në vazhdim e shojmë procedurën se qysh përgaditen këto. Pra, si që po e shohim, fillim për tiramisu, kremën për tiramisu, e kemi gati, edhe vazhdojmë procedura tjera. Qëtash ndoket e mjarë të fundit tiramisusave që me regullu? Po. Biskotat, kena me... Biskotat kemi me vendosin këto në... Qëmsh Nescafe, në qëmsh edhe nuj, po, që e kemi bo edhe me Nescafe. Të parën për provojone, e tani vazhdojnë kjo... E cila është taman profesioniste, mos e kom ullë shumë. Jo, veç që do është edhe te pjesa për mbi. Sipër? Po. Mu do kësë ullë shpejt. Jo, mirë është. Pra, biskotat e tiramisus janë të gatshëm, qëta kena me izbut në qëmsht edhe Nescafe, për shije. Vetëm aroma për vjen shumë mirë lërë mo shija që do të me kanë. Edhe pjesa kryesore është filli, apo? Po, pjesa kryesore normal është filli, se këto janë pothuajse standarde shija e biskotave me Nescafen që bëhet.
Receta kryesore është e tekstura e kremës. Se qysh e përgadit, na kemi vendosë edhe mos me bë atë tiramisun tradicionale për shkak se përmban vezë. E tashmë si jem në sezonën e verës, është më e ndihshme nëse qëndron disa ditë, e nëse e bëjmë në këtë mënyrë, qëndron më gjatë se 5 ditë. Wow. Po kjo të ka pështem, moj. 5 ditë me të botort, ja. Po, pa tjetër. Me gjithë se unë zbesoj që kjo ka me të botu i 5 ditë, Jo, se jo, mirë dhe absolut. shishme kjo tik ditën e parë. Jo, absolut, po është interesant, e kom pas një kërkesë prej një klientës Gjermanisë që ka thonë përgadit ma tortën 2-3 ditë ma heret, se po bëhet ma e mirë. Ma shishme, okej. Po. Pjesa e parë vitë shkoj, tash t'i fillojna me filla, po? Po, tash e vendosim fillin për mbi keksat, për mbi shtresën e parë, edhe e praktikojmë këto me qese, me shpërnda fillin, për shkak se dojmë me bë një pamje më dok bukur në gjitha anët, Po. jo me bë me një anë të mbyllur. Okej. Kaltrina, kështu, atë ka ndodhë me herë që ke pas shumë kërkesa mrena ditës, edhe a ke mujtë mja dalë, mi pregadit krejt, apo... Po, ka kërkesa që bëhen edhe mrena dite, në veçanti për ditëlindje, po ka ndodhë edhe për dasma. Qifti ka harru me porosit tortën e dasmës, na kanë kontaktu prej një ex restoranti, edhe e kemi përfundu në kohë rekord për 2 ore pak minuta. Qifti ka harru me pregadit me porosit tortën? Ndodhë shpesh ajo. Ato ka më rëndësime gjithë nusë një herë, tani? Po, zakonisht tash ja kanë morë dorën edhe i pyetjen hala pa fillu dasma mirë, po ka ndodhë që në ora 10, ky rasti që e tregova, edhe nuk e kam pas tortën e porositme. Edhe juve ju lajmëru në ora 10? Po. Kogja të lashe, beso veç. Jo, nuk e kem problem, tregova që punoj me mamin edhe me motrat, edhe në gjithë këto me punëtorin që e kemi edhe banesën ku edhe jetojmë. E kjo na e mundëson që me kanë përgatitur edhe për rastet ma ekstreme apo edhe ma urgjente. Veç se së pas ka rastis me dëgju që bëhet ora 10 gjatë dasmes edhe kanë harru që tortja nuk është e porosit. Po, ajo ndodhë shumë herë. Ndoshta njerëzit kur e din që kanë ku me porosit, nuk e kanë tani shumë të lashe, hajtë se e din që bojnë zgjidhje. Sikur se në rastin që ty u pas ke gjindë. Po, kjo ndodhë për shkak se shumë restorante e bojnë komplet edhe pjesën e dekorit edhe gjitha, edhe qifti zakonisht edhe nëse janë 3 edhe ata vetë merë me procedurat e organizimit, mujnë me harru qatë detaj, ka ndodhë disa herë. është ngarkes. Po, ka ndodhë disa herë. Tash këto janë probleme që zgjidhen let, duke pas, sikur se jo që janë duke pas pastiqerit ndryshme. E çka ja vlen me cek, është që kom dëgju që shumë restorante i anulohen shumë rezervime mrena vitit për shkak se qiftet ndahen, po fatmirësisht e na nuk ka ndodhur asnjëherë diçka e tillë, edhe nuk kemi dëgju që na i qeft Do me thonë, e kanë rezervu restorantin, i kanë rezervu tanat, edhe tani u dosh me anulu se është ndo qifti. Po, kemi dëgju. E kuli kujtu atyne paradarës, me sa? Se di. Paradasmës ose gati para se me prej, kur kam pas më fillu, jo edhe pak kemi me vëndë diçka. Unë të menu që jem sova tash të javëdin, edhe të ugut me përfundu. Tash e kemi pjesën që dohet me regullu teksturën në njërë që gjithë keksat në altë me kanë drejt. Me na u mundësu që tortja mu dogë drejt. Edhe vazhdojmë i vendosim një ka një, sikur shtresën e parë. Sot ka ndodhë mas shumë t'i mrena ditës në pas porosia, Kaltrina? To e pas parasysh që Istogu është një vend i vogël, Po. edhe kam fillu shumë zonja dhe zonjusha me punu me këtë punë. Numri rekord që o kanë, ka shku deri 23 torte të mrena ditës, po,
mrena ditës. E sa i përket tortë vdasmave, o kanë 7 gushti i vitit 2025, ku i kemi pas 7 porosit dasma mrena të mëdhaja. Po, mrena një nate. Shumë. Kërkesa bagit të mëdhaja. Po, pra si që shihet pjesa e tiramisus është pry deri te pjesa e dekorit. Edhe vazhdojmë me bëha dhe dekorin. Ju afruam fundit, do këtë jemi në përfundim të tiramisus, po do këtë mirë. Çka na ka mbet vetëm në dekorja, po? Na ka mbet veç edhe pjesa e dekorit, ku së bashku po e dekorojmë kështu sipas dëshire, me thy pakat standardin e tiramisus. Na kemi vendosur me dekoru në këtë mënyrë, domethënë. Boronica, drez, çokoladë. Po. Tani, kush nuk e preferon me përzishjen e tiramisus me këto përbërësi tjerë, e kemi këtë pjesën qash që mundet me konsumu. Edhe gjethe? Mente? Gjethe, mente. Këto për shije, po mënoj për aromë, apo vetëm për... Jo, thjesht më do... diçka ma veçantë. Sa kom po Kaltrina, ti kështu vazhdon me mbajt që to me ka unike në përgatitje. Kështu që pa e vendos diçka që të bënd veçantë, nuk e len. Jo, absolut, është qashto, është natyrën temë. Me kanë pak ma ndryshe diçka. Kjo dhe na bën modalu prej tjerëve. Kështu që për krejt ata banorët e Istogut një përparësi që e kanë pasticerinë e juaj në dispozicion për porosi, për me shiu këtu përgatitet e juja. Se ka nështë shumë tjerë që këshin dashtë me porosit, po nështë është distanca, largë, kështu që nuk arrin. Kështu që Istogu e ka që të përparësi që ju jeni këtu në dispozicion. Po ka raste që vinë klienta edhe nga Peja, edhe nga Klina, edhe morin porosit e na, edhe ka prej atyne që nuk në ndrojnë asë njëherë, pavarësisht që do të me udhëtu pak edhe për me arë deri te ne, ka si që nuk në ndrojnë pothuajse asë njëherë. Sa i përket tortë e vdasmave, na morin porosin në të gjithë Kosovën. Do më thonë nuk e lojme na penalizu pjesa që jemi... Distanca? Po, distanca. Nuk e lojme na penalizu, se mujmi me realizu porosi edhe për Edhe transportin? në qytete tjera. Po, na e sigurojmë transportin. Okej, kjo po ja mundësoj, kjo është një përparësi. Na e sigurojmë transportin në mënyrë që me bon sa ma shumë emën edhe në komuna tjera. Aty është edhe qëllimi që mu zgjeru biznesi, me pas partneritetet të vazhdueshme dhe besueshmerin e klientave me fitu, sikur qysh kemi vazhdu deri tash. Jo, mjafton me provu, mo klientat e tu nuk ndohen. Jemi në fond. Dekori që e kemi përgadit. Shumë e bukur, edhe shumë e veçantë. Faleminderit edhe juve që ishit përsëri në ambientet e Keks Bajdarina. Unë të regova dhe më herët që kemi pas shumë, më kanë shkrujt mu personalisht mesazhe për ëmbëlsirat e juja, kështu që faleminderit juve që na pranut përsëri. Ka qenë interesi i vazhdueshëm i njerëzve që me i pa nga afër përgatitjet e juja. Kështu që faleminderit ju na dhat mundësinë me i marrë 2 receta, edhe të thjeshta, edhe të çëshme, edhe të shpejta, se sot krejt janë në presion të kohës dhe krejt kërkojnë diçka që bëhet lehtë. Kështu që recetat që ju i keni ofruar, pikërisht janë ato që na po i kërkojnë. Faleminderit shumë juve. Faleminderit edhe për juve, kënaqësi që ndruam bashkë. Kështu që hajde ne ta shohim pak më afër sa e bukur duket. Atëherë nga on edhe Kaltrina, miru pafshim, shihemi hera tjera e na boft mirë tiramisuja. Miru pafshim, faleminderit.